Përshëndetje të gjithë ju që jeni në makina në këtë moment, përshëndetje të gjithë ju që po na ndiqni në kanali 10, por një përshëndetje e madhe gjithë ata që po na dëgjojnë nga aplikacioni, por përshëndetja për njeriu që kam përballë. Ç'po më sheh në kokordhë këtu syrit në këtë moment. Me që të ka shoqëruar nga fillimi i këtij sezoni të parë të Trip të Ua, si mbi ka dielli mua. Ah, sa bukur pas ke diellin aty. Unë si fantast. Ja. Të ndriçojnë syt ja. Ka edhe një do të shkojnë në YouTube me doja mos me pak të fillim për episodin. Gjithsesi, po thoja jam bashkëshoqëruesja jote që në fillim të këtij programi Arion në këtë sezon të parë të paktën radiofonik të Trip Topit ka qenë një sezon i mrekullueshëm, po shkojmë drejt fundit se dhe Vera po vjen në Elbete, do bëjmë në plazh në gjë. Bëre bardhë tamam si fantazë. Bëre tamam. Po prit se po ma afron regjia. E falenderojmë regjin për këtë super plan të syt e Ariola Sheut. Nuk e shoh dot. Nëse, ata që po na ndjekin nga Top Albania Radio, mirë se keni ardhur, do të jemi së bashku deri në orën 20:00 në Trip Top me një personazh shumë të lezetshëm që ju e keni shumë qejf dhe e keni kërkuar në fakt. Është e vërtet, na i keni kërkuar, po ne nuk e kemi ftuar deri në fund të Trip Topit sepse donim që këto episodet e fundit të kishim me personazhe jo vetëm si prej fillimit që i kishim miq dhe këtë e kemi një të tillë, por me personazhe të cilët edhe mama sa vërtet qeshë. Personazhet të cilët ta bënin që jo, doja të thoja këtë, po ti s'më le, më bëre lëmsh truri, më bëre lëmsh memorien. Do të thoja këtë që janë disa personazhe që patjetër që i kemi shumë xhan, po janë dhe të aftë të turbulojnë apo doja të përdorja termin të vlojnë për çdo gjë që thonë dhe për çdo qëndrim që mbajnë. Dhe kështu që kisha qejf që këtë personazh ta kishim drejt fundit. More Arion, ta bëj një kompliment unë ty. Po ku ka koleg edhe bashkëprezantues më të mirë se ti? Po e thua në çdo episod, po e bër kështu duket sikur të shtoj. Se ta kisha thënë era asnjëherë sa kam. E thua në çdo episod dhe je shumë mirë, po do të thënë merr malli se takohemi përveç se për punë tani, nuk takohemi më për qejf, në merr malli dhe ma thua. Nuk i kam zgjatur asnjë 50000 lekë, e ka thënë dhe thot nga qefi vet Ariola Sheut këtë gjë. Aq kushton komplimentim 50000 lekë. Udhë Gjorgastrit. Po te kompliment më bëre, më jam 2 orë, mos e bën të tjera. Ata që mos fillojnë njerëzit kujt këshan kjo Gjorgastrit, unë jam vetë Gjorgastrit. Po është Gjorgastrit, sigurisht të thosha unë Labe, ndërkohë që Labe jam vetë. Dhe meqense Ariola Sheu jemi tek prezantimi i vetvetes në rastin konkret për atë që nga Gjirokastra dhe unë nga Vlora, pikërisht për udhëtime për destinacione, flasim në këtë program dhe në këtë episod patyshim për të njëjtën gjë do të flasim. Jemi në Trip Top, jeni në Trip Top. Kush nuk na ka ndjek kur gabim ka bër, një katër dhe ulet në bank i dënuar për këtë episod. Për te humorit qëndrojmë së bashku, diskutojmë, ju japim këshilla në lidhje me destinacione të shumta, edhe pse le të themi epiqendra e një tek episodi është në një destinacion caktuar. Dhe këtë që kemi në këtë episod e pëlqej shumë. Unë e kam vizituar disa herë, është në shtetin që unë adhuroj, edhe pse është një nën shtet aty që mua më bezdis, por që shteti kryesor është ai imi. Me qëra fjala ke shtetet kryesore, le të ndalim në fakt ta bëjmë si gjagjës kush është ose cili është vendi që do të ndalemi sot. Është një vend në të cilin flitet italisht, por nuk je në Itali. Flitet Itali, po unë e di po i kotun. Flitet italisht, po nuk je në Itali. Jo, nuk je. Sheh palma dhe male në maja alpine në të njëjtën pamje. Kjo e palma dhe besoj që ka për t'i bërë pak lëmsh ata që po na ndjekin në këtë moment. Prandaj zgjodhem dhe ne ta themi. Ktheu djathtas apo ktheu majtas nëse jemi makinë dhe thuaj, ku ka palma në mes të Italisë dhe nuk flitet italisht? Po, jo në mes të Italisë, nuk është në Itali. Në mes të Italisë. Në mes të italian folësve. Italian folësve, po, është vërtet, po. Liçeni është qendra e jetës së këtij vendi. Ka një liçen, okay. S'po e them këtë tjetrën se kush është shteti, nuk e them atë. Nëse ndihet një standard shumë i lartë jetese që takon. Po standardi i lartë jetese. Stilin dhe elegancën italiane. Nuk është Itali dhe një herë, vrisni mendjen njerëz, i bëm lëmsh njerëzit. Shtet i pasur, ka liçen, ka palma, ka ekonomi shumë të mirë. Ka palma dhe male. Palma dhe male dhe është në një farë forme i shkrir, i ndërthurur me Italinë. Një destinacion që konsiderohet mesdhetar gjithsesi. Ashtu, sa interesante. Ja, mos e thuaj. Bëjmë njerëzit lëmsh. Dhe e ftuara, po e them unë se zhvajzë, e ftuara e cila e ka përzgjedhur këtë destinacion, ka pas jetuar aty gati 2 vite. Ç'a thua? Se di unë.
Asu se dia më tha jo. Kur po diskutonin për lokacionin. Po sepse ke zgjedhur këtë vend, unë e zgjodha sepse Meqera Fjalas, do thosha by the way, është një personazh që në bion e saj nuk ka shkruar asgjë përveç se figurë publike. Okej. Pra është figurë publike. Regjiana dhe konspiron. Është figurë publike në stilin vlonjat apo në stilin Tiranës? Se ne kur i themi kështu, o figurë, kemi një njerëz me vlera të mëdha, po. Bravo. Tani nuk e di, do ta pyesim kur ta vinë në studio, por duhet të themi që ka diku ke 250.000 plus followers. Që nga gati 1/4 e milionit e ndjekur. Llogaritje. Kur do ta ngrësh personazhin në një, po të ishin 500.000 do thosha gjysmë milioni, e kupton? 1/4 e milionit të shqiptarëve e ndjekin këtë personazhin, eksakt, Ariela Sheu, mos jesh mos ta griva mishin ta bëra copa. Se ju të Florës jeni në të dhushë? Jo, nuk kemi shumë pajisare, kemi treguar. Për ata që thonë po këta çaqeshin kotëm kot, janë inside jokes që ne bëjmë njëri tjetrin. Por ajo që është më e rëndësishme është muzika, që gjithsesi do të lidhet me Italinë sot, sepse në këtë vend dëgohet kryesisht muzikë italiane, meqense edhe flitet italisht. Kështu që shkojmë në pak muzikë dhe rikthehemi vetëm pas pak për t'ju folur për qytetin që kemi zgjedhur sot. Dhe jemi rikthyer përsëri së bashku, dashur miq, tani më e dini, muzika do të jetë mirë deri në orën 20:00. Jeni në Trip Top, Ariola Sheu, Arion Muça dhe ftuara që do të na bashkohet pas pak, e cila ka qenë ajo promotorja e lokacionit që kemi zgjedhur për sot. Do ta pyesim sa e kanë paguar për ta bërë këtë promo, se po i dedikojmë në fakt një program të tërë, një destinacioni të Zvicrës. A lek kanë ata, po nuk e besoj të pse paguajnë. Lekë dallojnë ata. Meqera Fjalas, gjithë ju që keni vrarë mendjen se ku do të ndalemi sot, jemi në Lugano. Lugano, e cila është tek pjesa italian folëse e Zvicrës, dhe është qytet i madh, një nga qendrat më të rëndësishme në fakt financiare dhe turistike të këtij vendi, në të cilën Arion gjej pak numrin e banorëve. 65.000. Jo se kam skaletën. Jo se pas kam skaletën. Ajo është në qendrën e banuar, sepse në të gjithë territorin janë 150.000. Është difish. Jo, po flas më po ashtu. Gjithsesi historia ndalet tek zona e cila ka banuar që në kohë Romake, pra ka qenë një zonë e banuar qysh herët, dhe në shekullin e 19 pastaj filloi të kthehej. Se kanë prishur të ndërtojnë një gjë aty. Si ka shkëmbënia, okay. Gjithsesi nga shekulli 19 filloi të shihet si një destinacion turistik për shkak edhe të klimës, liçenit, po edhe njerëzve të mirë, po edhe peizazheve të lezetshme. Po dhe italianët që vende punojnë dhe pastaj kthehen në Itali, sa aty rroga është më e lartë, në Itali qiraja kushton më pak. Po, tamam. Për çfarë njihet? Po, për çfarë njihet? Për lekët. Për lek, patjetër. Për financat, është një nga qendrat më të rëndësishme bankare, financiare, dhe jo vetëm të Zvicrës, po edhe të gjithë botës, se dihet që në Zvicër ka mbaruar muhabet. Natyra rrethohet nga male dhe shtigje shumë piktoreske, le të themi. Le ta themi dhe këtë gjë, dhe kostot për një fundjavë. Jepi se këtu vdesun, jepi. Shiko, unë do të them kostot totale dhe pastaj do t'i hym me detaje. Nëse do të bësh një fundjavë shumë modeste. Për cakto fundjavë. E premte shtunë e diel apo e shtunë e diel? Dy net, po. E premte e diel. Domethënë një fundjavë komode, relativisht shkon nga 700 deri në 1200 euro. E gjithë fundjava. Por, nuk që nga shumë shtrenjtë. Për një person? Për një person apo për person? Për person. Po i bie vesh vetëm. Po. Po shkon njeriu dhe vetëm se gjesh shpirtin binjak aty. Gjithsesi për një fundjavë pak më, le të themi, elegante, do të shkoj diku ke 1500 euro plus. Pra, pastaj dihet ku përfundon. Po, sa të kesh në xhep, aq mund të harxhosh, po. Çfarë duhet bësh për të shkuar? E mira është të shkosh nga Milano, duke qenë se biletat janë vetëm 15 euro vajtja nga Milano, po të paktën te bileta e avionit kursen. Po kursen aty. Po me tren shkosh nga Milano, po deri aty sa kushton. Gjithsesi është forma më e këshillueshme. Pra, merr Tirana Milano, nga Milano merr trenin për Lugano dhe shkon diku ke 20 deri në 50 euro në varësi edhe ndoshta të sezonit. Në çfarë? Jo, do të shpejtësisë së trenit, sepse janë ka Frecciarossa, ku janë quhen këta trenat e shpejtë në Itali dhe ka edhe trena regionale ata që ndalojnë në çdo stop, sa ata kushtojnë më pak, po të shkojnë më gjatë të udhëtimi. Hotelet nga 3 yje shkojnë 150-250 euro nata, pra këtu do harxhoje. Sa keq më vjen që s'do e shoh kur më si lokacion të mundshëm. Pa 150 euro nata nuk është pak, nëse ky është i liri. Pra. Se unë jam dhe i liri, më se ero këtë gjë. Po ti rrin hostel e vllazë, ka dhe unë pra të punë flen Tiranë edhe kthehem, se me 15 euro më kushton më lirë vetë çdo ditë me avion.
Hotelet me 4 yje shkojnë 250 deri në 400 euro nata. Ku jam fundjavë në Lugano, po edhe ndarkje në shtëpi. Çfarë thot mami, po çfarë bëre një herë? Po kushton shumë e fjetat, jo flë këtu nesër mëngjes kthehem prap. Në fakt edhe mund të bëhet se ka shumë avione që janë për shembull Tiranë, Milano, nisesh në mëngjes, shkon Lugano, sa mund të jetë me tren? Sa mund të jetë me tren? Shkon pi një kafe aty si zonjë madhe dhe vjen. Po bën ja 10 foto si për 10 ditë. Po si për 10 ditë me 10 outfite, ndërkohë me çantë. Hotel luksos shkon 500 euro deri në 1.200. Ka bërë një shoqë ime në Santorini, po nuk e themi dot emrin, është edhe VIP. Se është personazh publik? Jo, e ka bërë në Santorini, ka qenë tek ditë në Santorini. Po është person publik. Po person publik. Ka qenë në Santorini që më mëngjes deri në darkë, edhe ka ndryshuar një 5 outfite. Është futur një nga ato pishinat që janë publike, që mund të shkojnë të gjithë, po që janë të lokalit. Edhe ka ishte blogger kjo? Po. Dhe ka bërë foto, po dhe ka bërë foto sikur të ishte pishim private. Po kishte ndërtuar kontent ajo. Po, bravo qoftë. Ushqimi, mëngjesi shkon 10 deri 20 euro, dreka shkon 20 deri 40 euro, darka shkon 40 deri 100. Po këta pse riskan kështu? S'është keq, ja, s'është keq. Nuk është keq. Mirë më duket, mirë çmimi. Kështu për të bërë atraksione dhe qejfet e tua, Arion mund të harxhosh llogarit 50 deri 150 euro në total. Mirë, nuk është lokacion i lirë. Modest, nuk është lokacion i lirë, është lokacion absolutisht luxury, kështu që për aq kosta është luxury dhe jeta aty dhe rroga aty, duhet të harxhoni disa para. Info të tjera do të keni pas pak, por mos harroni ju që po na dëgjoni në këtë momente, mos bëni skip, mos ndroni kanal. Po do kemi, do e themi. Nuk do e themi personazhe. Jo, pas pak e themi. Muzika do të jetë shumë e mirë sot, se është muzikë italiane, kështu që pik. Mos ikni se do kënaqen, kaq po. Është top. Hajde, takojmë pas pak.